Boksieri i talentuar shkodran Arion Kajoshi, i cili pas shumë titujve kampion në boksin olimpik, tashmë është përshëndruar në boksin profesionist, ka mbyllur përgatitjet në palestrën e boksit Vllaznia dhe së bashku me trajnerin e tij është nisur drejt Amerikës, ku me 4 prill do të boksojë në një turne të boksit profesionist. Përgatitjet kanë ecë mirë. Kena qysh mas neshës në Tiranë që vazhdojmë me intensitet stërvitjet, edhe kanë ecë mirë. Tash shohim iku më 10 ditë para atje, besoj që atje kanë me ecë mirë edhe përgatitjet e fundit. Boksierë shqiptar janë 4 vetë që marrin pjesë. Alban Veçiri është Kelcullaj edhe Aleksander Ramo. Për kampionin shkodran Arion Kajoshi, kjo është ndeshja 18 në boksin profesionist, ku 17 të tjerat i ka mbyllur të gjitha me fitore, ndërkohë që edhe në turneun e Amerikës premton se do të regjistrojë fitoren e 18 radhazi. Besoj se kështu do të vazhdojmë, edhe shpresoj se edhe nesha 18 që kam tash do të shkojnë mas mirë, edhe kjo do të mbyllet me fitore. Për mua është edhe ma veçantë se si më thonë është edhe ajka e boksit atje në Amerikë, edhe është ma nërshme me ba neshën në atë vend. Neshët zhvillohen në shtetin Utah në Amerikë, edhe është një aktivitet që i organizon Quka Boxing Promotion. Normal që besoj se për me fitu shkoj. Edhe të marrë edhe titullin WBO, se kam nesha është edhe për titull nesha.